Aktori Yul Deda ka reaguar ashpër lidhur me dinamikat e fundit brenda shtëpisë së Big Brother VI5, duke u ndalur te një situatë që ka vënë në dyshim vërtetësinë e Selinës. Përmes një videoje përmbledhse me 3 momente kyçe, Yuli ka treguar se si finalistja ka rënë në kontradikt me veten. Përplasja e versioneve. Çfarë tha Selin? Në qendër të debatit është një koment i Selin lidhur me Mirin dhe Nicole. Yuli ka ballafaquar deklaratat e Selinës në 3 kohë të ndryshme. LEXO dhe zjarr i madh në Tiranë, përfshihet nga flakët një pallat te farmacia 10 zjarr. Zjarr i madh në Tiranë përfshihet nga flakët një pallat te farmacia 1014. 04 2026 15 51. TV Show bordi i vë flakën karburanteve. Ndryshojnë çmimet e naftës dhe benzinës, bordi i vë flakën karburanteve. Ndryshojnë çmimet e naftës dhe benzinës 14 04 2026 15 37. TV Show, arma më e fortë në Big është të mbash mend çfarë thua. Para finales, Yul Deda nxjerr blof Selinën në raport me Mirin, publikon pamjet video. Arma më e fortë në Big është të mbash mend çfarë thua. Para finales, Yul Deda nxjerr blof Selinën në raport me Mirin, publikon pamjet video. 14 04 2026 14 27. TV Show, mohimi para Rogertit. Selin dëgjoi ftithot Rogertit se akuzat që Miri i ka bërë janë të pavërteta. S'është as pak e vërtet që unë i kam thënë atij se je mirë me 23 vjeçaret, shprehet ajo. Pranimi para Brikenës. Në një tjetër moment, videoja tregon Selinën duke i rrëfyer Selinës bisedën me Nikolin. I thash Mirit, të tërheq mosh aty, 23 vjeç dhe ke qef ti ngacmosh. Përplasja me Mirin. Kur Miri ja kujton momentin te lavamani ku ajo i kishte thënë sa miri shkon muhabeti me 23 vjeçaret, Selin dëgjohet duke e kundërshtuar me forcë, se kam thënë kur. Reagimi i Yul Dedës. Selin, po, e ke thënë. Pas këtyre pamjeve që flasim vet, Yuli nuk ka kursyer kritikat për mungesën e vigjilencës dhe memorjes së Selinës në lojë. Ai ka theksuar se mbajtja mende fjalëve të veta është thelbësore për të mbijetuar dhe për të qenë i besueshëm në atë shtëpi.